kur ti nuk e mbajtur premtimet e foltores parë. Për çfarë bëhet? Mund të ndezi një foltore 2 kur ti nuk e mbajtur asnjë premtim foltores parë. Tani në momentin që ndodhi kjo gjë, që ta sqaroj pyetjen tënde Lande, unë reagova, sepse unë ty të ndoqja për 3 parime, për 3 ideale. Dhe kur reagova ndaj padrejtësisë, që mu bëjo vetëm mua e theksoj, se ishin një mori individësh cilën ju ndodh kjo padrejtësi, ju bë kjo padrejtësi, si në rastin e Darsulës, si në rastin e zonjës Tabaku këtu, si në rastin e Bart Spahis në Shkodër, ishin shumë individ cilët meritonin të ishin pjesë asaj liste për shkak të kontributit, po dhe për shkak të gjithë punës që kanë bërë për Partinë Demokratike. Dhe unë reagova, dhe kur reagohesh bëhesh tradhtar dhe bëhesh armik. Kjo është... Unë Berishën e ke takuar? E kam takuar ditën e listës, 20 minuta për ambledhjes kryesore. 20 minuta? Po. Qa i thet qatë tha? Jo. Qa i thet qatë tha? Pa diskutim që mbajta këtë shëndrim që kam bajtur edhe në studio. Jo, Alesia më ka thënë çdo gjë do rregullohet, edhe ka qenë këtu muhabeti në këtë prizëm, edhe unë pa diskutim që dola nga ajo derë për mos u kthyer më, sepse unë maskën e hipokrizisë nuk e vëj dot dhe nuk e mbaj dot, nuk më shkon si format. Ja kam lënë atyre ta mbajnë dhe ja kam lënë atyre të turpërohen siç janë turpëruar. Ato thojnë diçka tjetër, bëjnë diçka tjetër. Politika deri diku është dhe moral, dhe në momentin që ti humb kredibilitetin për publikun, ti nuk bëhesh i besueshëm dhe nuk bëhesh i votueshëm. Ti pretendon që do sjellësh ndryshimin. Ndryshimi vjen vetëm me masën, vjen vetëm me votën, vjen vetëm me popullin. Dhe këto gjëra nuk inspiron më Sali Berisha, nuk frymëzon më Sali Berisha. Do të pyes për do mbash premtimin që ke bërë në këtë studio që do garosh për kryetar të Partisë Demokratike? Po nëse hapet gara pa diskutim. Në prill mbaron mandati i Berishës. Pa diskutim. Do jesh në garë. Po pa diskutim, do kem madje edhe një platformën time dhe uroj që Sali Berisha mos jetë pjesë e garës dhe të respektoj institucionin e Partisë Demokratike që është neni, që është neni, jo mo, nuk ka lidhje me shanset e mia, ka lidhje me ligjin, me institucionin thot që kryetari që humbet zgjedhjet nuk duhet rigaroj. Si më e ka thënë ai? Ai mund të thojë çfarë të doj. Jo, mund të thuash ti çfarë duash. Ai nuk ikën, unë nuk ikën tha se jam misionar, po e tha publikisht. Po mirë, mos iki do ta kthejnë shoqat si LSI-ja me 4 deputet. Së në rregull jeti mos iki, kujt i shërben ndeti aty? Ai sot është qesharak, arsyeja pse Rama mbas gjithë këtyre skandaleve me gjithë ministrat e tij është në pushtet është se është Sali Berisha në krye të opozitës. Sa herë që është opozita me në krye Sali Berishën që proteston, aq më stabil është Rama. Aq më qesharak bëhen ato me protestat, aq më pushtet i japin Ramës. Arsyeja që Rama sot është në pushtet është pikërisht se është Sali Berisha, lideri i Partisë Demokratike. Nuk e kuptojnë ata aty, Alesia? Unë po flas çfarë kuptoj unë dhe kam për detyrë t'ja transmetoj publikut, t'ja transmetoj popullit. Po sepse ke kaq muaj që i thua këto gjëra. Po patjetër dhe do vazhdoj të them dhe nuk lodhem. Nuk ka ndryshim, po ka ndryshim. Ka ndryshim, ai isha këtu te studioja juaj që thash Elbasani del 14, do të thotë u konstatua. Jo. Tani ka një gjë. Po problemi shndron edhe për bashkitë, edhe për çfarë do lloj gjë tjetër. Populli dëgjon, populli do ndryshimin, nuk vjen ndryshimi o zotëri me Sali Berishën. Sepse Sali Berisha i ka mbaruar koha politike, nuk inspiron më askënd Sali Berisha. Ndryshimi vjen me masën dhe ndryshimi vjen pa diskutim dhe nga frymëzimi. Ky individ nuk frymëzon më askënd. Alesia, me shumë respekt për ty, për guximin tënd dhe mënyrën tënde të drejtë për drejtë, por e thash në fillim të emisionit, konstatimi mbaroi. Domethënë edhe ti tani, unë që dëgjoj, unë të them të vërtetën, po lodhem. Pse? Sepse konstatim, mbaroj kjo. Tani ç'do të bërë Alesia? Iku kjo, nuk frymëzon PD-ja. Po ç'do të bërë? Ç'do bëni ju? Se ti, ti e bën vullnetarisht, ty s'u detyron njeri. Po ka aty që ka funksione politike dhe ka funksione në parlament. Çfarë duhet bërë? Zotri, çfarë funksionesh? Ato janë rrugtarët e Sali Berishës. Po mi kështu do rri. Tani, nëse ti pyet mua Alesia, është i aftë apo është i paaft Sali Berisha, unë do të them që Sali Berisha është i aftë ndër 40 paaftët që janë aty. 50, pse o që 10? Po se ca janë të LSI-s, ca janë PD-us, unë po marr këto të grupit parlamentar. Sa ka PD-ja gjithsesi? Po më duket 35 janë si grup parlamentar dhe janë ndarë pastaj që i kanë dhënë ca LSI-s edhe ca
partisë tjetër për të fituar kohën parlamentare. Është formale ajo, gjithsesi, po. Pikërisht, edhe prandaj drejtohem gjithmonë në këtë aspekt. Je shumë institucionale ti, nuk e vëm dyshim këtë zonja Balliu. Po dhe, ore çfarë duhet bërë? A mund të thuash mua 3, 4, 5 pika